12 qershor, vullneti i Atit. Atëherë thash, ja, po vi, në rrotullën e librit është shkruar rreth meje, për të bërë, o Perëndi, vullnetin tënd. Hebrejve 10:7. Kur prindërit dhe gjyshërit i gugatin një antarit të përsalindur të familjes së tyre, ata shpesh janë pjesë e shpresave dhe planeve për atë që do të arrijë kjo vajzë e vogël, ose se kush do të bëhet ky djalë i vogël. Megjithatë, do të ishte mjaft të jashtëzakonshme nëse fëmijët e vegjël do të shpallnin synimet dhe qëllimet e tyre në jetë. Sidoqoftë, kjo është një mënyrë tjetër në të cilën Krishti është unik. Ai hyri në botë duke shpallur, ja, po vi për të bërë, o Perëndi, vullnetin tënd. Kur Jezusi ishte 12 vjeç, prindërit e tij e gjeten duke biseduar në tempull me mësuesit dhe udhëheqësit fetar. Maria dhe Jozefi e kishin kërkuar atë për 3 ditë, pa u shkuar mendja që ta kërkonin atje dhe u hutuan. Mirëpo, ai u përgjigj: "Nuk e dinit se më duhet të jem në shtëpinë e Atit tim?" Luka 2:49. Ai e kuptoi qëllimin e tij të qartë që në ditët e tij të hershme. Cili ishte vullneti i Atit, të cilin Krishti erdhi për ta përmbushur? Në Bibël na thuhet se, duke dërguar Jezusin, Perëndia i dha popullit të tij atë që do t'i plotësonte të gjitha kërkesat e ligjit nëpërmjet nënshtrimit të plotë, dhe që më pas do të vuante dënimin e mëkatit për t'i çliruar burrat dhe gratë nga skllavëria e tij. Ardhja e shpëtimtarit ishte planifikuar që nga përjetësia dhe ishte premtuar në të gjithë beslidhjen e vjetër, në rrotullën e librit. Jezusi, ai që hyri në botë si foshë në një grazhd, është vetë përmbushja e shpëtimit tonë. Në çdo çast të jetës së tij, qoftë kur po të ndohej nga Satani, qoftë kur po përjetonte agoni në kopshtin e Gjetsemanit, Jezusi e dinte dhe e mbajti mend qëllimin e tij. Ai e kuptoi që ishte aty sipas vullnetit të Atit. Edhe pse u lut që kupa e tij e vuajtjes të largohej prej tij, ai u nënshtrua Atit me bindje të përsosur. Ashtu si çdo njeri tjetër, ai u tundua që t'i largohej vullnetit të Atit, por prapë se prapë ai u lut. Megjithatë, jo si dua unë, por si do ti. Mateo 26:39 deri në 46. Jezusi nuk ishte i paqartë në lidhje me arsyeën e ardhjes së tij, dhe për shkak se ai jetoi sipas vullnetit të Atit, ne do të bashkohemi me të në përjetësi, duke u gëzuar në gjithçka që ai bëri në vendin tonë. Punët e duarve nuk plotësojnë, gjithçka ligji yt kërkon. E të punoja pa pushim dhe të mos fahet loti im, mëkatin tim nuk e laj dot. Më shpëton me hir, o Zot. Sot, ju dhe unë mund të jetojmë për të bërë vullnetin e Perëndisë. Jo nga frika e ndëshkimit nëse nuk bindemi, por me besimin se tashmë jemi të bekuar në Krishtin. Duke qenë se ai u bind gjithmonë, ne jemi të falur kur dështojmë të bëjmë të njëjtën gjë dhe jemi të lirë ta ndjekim me gëzim vullnetin e Atit tonë. Jo sepse duhet, por sepse dëshirojmë ta bëjmë këtë gjë.